Vajza që u zhduk në rrugën e Dajtit. Në vitin 2010, dy të rinj që po udhëtonin me makinë drejt Dajtit ndaluan për t'i dhënë autostop një vajzë të veshur me pallto të bardhë. Ajo foli pak dhe ul në sedilje. Pas disa minutash kur kthyen kokën, vajza nuk ishte më. Dera ishte ende e mbyllur. Policia gjeti një raport të vjetër për një vajzë që kishte humbur jetën në atë rrugë në vitin 1988. Mos ka qenë shpirti i saj? Dhe këtyre ju është dukur sikur është ajo vajza? Okej. Pra, kështu e mendoj unë. Besoj se mund të ketë qenë shpirti i asaj vajzës dhe këto kanë menduar se është pra vajza. Por ndoshta edhe këta mund ta kenë parë edhe në ëndër, këtë. Mund ta kenë parë në ëndër, nuk i dihet. Tani sepse nuk më duket si ngjarje shumë e vërtet, sepse këtu e pan vajzën, por edhe shpirti i saj nuk është se shifet. Gjithsesi disa që kanë edhe probleme ndoshta edhe i shohin. Në vërtet një histori e frikshme. Edhe sot në këtë